Të dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje. Sot në emisionin ton Argument kam ftuar një avokat të shquar të komunitetit shqiptar në Filadelfia, zotin Sami Zeka, i cili është dhe një nga drejtuesit të shoqatës së mirënjohur Bite Shqipes në Filadelfia. Por ai me këtë rast është, siç e thonë amerikanët, me kapelen e avokatit të emigracionit. Problemet e emigracionit në Shtetet e Bashkuara gjatë periudhës administratës Trump janë të larmishme, sidomos pas periudhës 4 vjeçare të presidencës së Bidenit, ku Amerika sikurse i hapi dyert si një han pa porta, e në këtë mes kanë hyrë në Shtetet e Bashkuara jo vetëm emigrantë të cilët kërkojnë një mirëqenie ekonomike, por edhe emigrantë të cilët kanë pasur një background kriminal në vendlindjen e tyre. Zoti Sami, mirëseardhë. Mirësevgjeta. Ta fillojmë me një nga problematikat kryesore që në fakt i dha dhe fitoren presidentit Trump në zgjedhjet e mëparshme. Çështja e emigracionit. Si është situata e emigracionit tani krahasuar me periudhën e mëparshme të zotit Biden, të presidentit Biden, kur sheh krahasimet në të njëjtin vend të zonës kufitare në Texas, poshtë një ure, si ishte më përpara, si është tani, e kupton këtë, por ne duam më tepër një impresion tuaj edhe nga sasia e çështjeve që ju keni si avokat për problemin e migracionit. Po, faleminderit. Është një hot topic në këtë periudhë që jetojmë tashti, kjo çështja e migracionit është diçka që patjetër e prisnim, sepse dhe në fushatën e tij elektorale presidenti Trump i kushton një rëndësi të jashtëzakonshme çështjes së migracionit dhe të tarifave kështu me radhë. Megjithse shumë veta e prisnin të bësh gjithsesi shkaktoi një tip paniku në shumë shtetas, qoftë legal apo qoftë ilegal, sepse në përgjithësi populli nuk e ka qef ndryshimin e para. E dyta, siç e dim, ka patur shumë ndryshime në këtë 3 mujor, 4 mujor që president Trump është në fuqi, duke filluar që nga ana ligjore dhe nga ana ekzekutive. Nga ana ligjore, sepse me njëherë sa prej fuqi, president Trump shkroi shumë urdhra që në mënyrë që të menaxhohesh apo të procesohesh hyrja e emigrantëve ilegal, gjithashtu dhe dëbimi i atyre që ishin këtu ilegal. E bëri një mënyrë shumë të shpejtë për dëbimin e këtyre që janë ilegal, por në të njëjtën kohë dhe urdhrat e tij kishin disa prioritete. Në listën e tij më të parë të prioriteteve të dëbimit ishin personat të cilat kanë krijuar ose kanë probleme me ligjin, kanë bërë krime në Amerikë dhe në vendet e tyre nga vijnë. Në fillim u fokusua tek këta individ. Dhe mbas këtyre pastaj kalojnë dhe ata pak më rëndësishme kështu me radhë. Por plani i tij gjithmonë ka qenë që personat e padëshiruar nuk duhet të jenë në Amerikë. Vetë ligji amerikan e thotë, jo vetëm për personat të cilët kanë ardhur palishëm dhe s'kanë asnjë dokument, por madje edhe për personat me green card, nëse ndodh një veprimtari kriminale me dëshira pa dëshirë, madje një DUI apo edhe një aksident, apo unë një rast kur një shqiptar në kohë të shkollës mesme ishte zënë me grushta me një Amerikan, kjo u fut në pedinën penale të atij dhe si përfundim ai u dëbua nga Shtetet e Bashkuara, nuk mund të kthej më për të bërë qytetar i lishëm. Pra, ligjet kanë qenë këtu. Është puna e zbatimit të ligjeve. Po, folëm për pikën e parë që ishte vendosja e disa vetove që vendosi Trumpi, disa urdhrave ekzekutive që vendosi,
por ashtu si thatë juve, ligjet kanë ekzistuar më parë që ilegalët nuk duhet futeshin në Amerikë vetëm në qoftë se kishin çështje shumë të forta duke futur qita azili apo frika e dhunës kundër personave bazuar te feja ose idet e partive kështu me radhë. Domethënë ishte ligji ka qenë. Puna ishte se nuk ekzekutohesh. Edhe një kohë që në Amerikë po futeshin me miliona vet, ashtu siç e di të gjithë tash, dhe nuk e dimë se kush po futesh. Nuk ishte në sistem, nuk ishte një background check që bëjmë se kush ishin këta persona që vinin. Sistemi i emigracionit në Amerikë nuk ka patur në ndryshim të madh që në vitin 1996 dhe ka qenë më së domosdoshëm. Nuk jam i mirëformuar për incidentin që ju folët, por s'ka rëndësi. Di këtë gjë që dhe personat që janë me green card apo janë dhe me shtetësi të legalizuar, jo të lindur këtu, kanë disa ligje që duhet i respektojnë, ka shumë ligje duhet i respektojnë. Është shumë herë më vështirë për të marrë statusin në një personi me green card, patjetër, por një që është këtu ilegal dhe ai vetë di ose ajo e di që nuk duhet jetë këtu. Kështu që nuk është ndonjë gjë që nuk pritesh ose edhe vetë ilegal nuk e dini që mund ta hasnin. Okay. Hyrja në Shtetet e Bashkuara në mënyrë ilegale apo bën krim? Po. Pra, që në momentin që këta hyn duhet konsiderohen persona të inkriminuar apo jo? Jo të gjithë. Jo të gjithë. Jam dakord, por jo të gjithë. Sepse shumë veta që futen në mënyrë ilegale në kufirin me Amerikën, mund të kenë dhe çështje emergjente të cilat aplikon në momentin që futesh në Amerikë direkt dhe ata të lejojnë të futen. Për të drejtën ashtu quajtur drejtë e azilit e njohur nga OKB-ja. Po, drejta ndërkombëtare janë disa persona që nuk mund t'i quash kriminal, në të futesh të gjithë në një thes. A ka persona të tillë që janë kriminal? Patjetër. Prandaj duhet rregulli dhe duhet zbatohet. Vetëm në 3-4 muajt e fundit që Trumpi ka ardhur në fuqi, shihet ndjeshëm rënja e emigrantëve ilegal të ardhur nga kufiri. Domethënë, megjithëse ky ligj ka ekzistuar vetëm për 3-4 muaj, ndjehet ndjeshëm. Jo, ligji në fakt është po i njëjti, po bile ekzekutimi i tij, madje presidenti i shkuar Biden thoshte unë nuk kam ligj sepse republikanët nuk miratojnë një ligj për emigracionin, por ja, me urdhër ekzekutive dhe presidenti Trump e pezulloi emigracionin në masë nga vendet e Amerikës së Jugut, po jo vetëm nga vendet e Amerikës së Jugut, pasi gjenim edhe nga Afrika, gjenim dhe nga vendet tilla si Afganistani, apo nga vendet tilla si India, apo Kina. Dhe Kina ishin, apo Irani, njerëz në mosh për ushtri, në thonjza, pra presupozon që mund të kishte edhe një farë invazioni të fshehur nga këto vende. Po, kishte madje që kishte shumë fraud për një shtrim në shumë veta që vinë në Amerikë. Megjithatë pa futur sepse ajo është një temë komplet tepër gjatë që mund të ngelemi këtu me ditë tëra. Por duke bazuar vetëm tek ilegalët. Ishte një diçka që duhet kishte ndodhur shumë vite më parë dhe njerëzit u bë si e ditur kjo që ishte e kollajshëm, shumë kollaj për të futur në Amerikë nga ilegalisht. Dhe duhet të futur frenat. Duhet me patjetër që të ndalohesh kjo. Dhe për këtë arsye President Trump u përforcua më shumë te kufiri, duke quar shumë forca të tjera. Edhe forcat ushtarake që s'ishte vepruar më parë. Po, edhe duke mos i lejuar ilegalët të futeshin ose të prisin në Amerikë për status të tyre, por të prisin nga ana meksikane e kufirit. Pati një bisedë me presidenten e Meksikës dhe Meksika gjithashtu vendosi forca ushtarake në kufirin me Meksikan. Po, Meksikën për ndaluar problemin ilegal. Po kjo vjet të re, po flasim edhe për
luftën politike në Kongres, demokratët madje edhe një ligj që ishte vendosur në kohën e Covidit, i ashtu quajtur numër 42, e anulluan, i cili presupozonte të njëjtën gjë, që ata duhet të ndalin përpara në Meksik dhe aty të aplikonin. Po, problemi këtu është sepse sistemi i imigracionit në Amerikë ishte i tembushur. Qa ndodhte, kur një emigrant ilegal vinte dhe aplikonte për azil, thjesht bënda aplikimin ishte një aplikacion online, ose kapte një avokat, a i është të lirë të futesh në Amerikë ku do që të vinte. E ashtu quajtur catch and release. Po, edhe ata quheshin në parole. Ishin në parole. Po. Edhe ishin vazhdonin jetën në Amerikë derisa të vinte çështja për në gjyq. Problemi ishte se ka shumë backlog në sistemin gjyqësor të emigracionit. Edhe këto çështje vazhdonin 5 deri më 10 vjet. Gjatë kësaj kohe, kur derisa të bësh çështja gati për gjykat, ai person jetonte, punonte, në shumë raste nuk paguante as taksa në Amerikë, dhe kjo u bë si rrugë, të gjithë ndiqnin. Mjafton që të bëj aplikimi për azil, ose të kishe 2-3 fakte dhe vazhdonje procesin derisa për 10 vjet. Nuk e din, as shteti nuk e din se ku ndodheshin këta persona shpeshherë, ose kush ishin këta persona, sepse nuk ishin bërë në një background check. Këtu ndodhi që në Amerikë mund të jenë futur dhe shumë kriminalë, siç e dim dhe konkretisht që ka patur dhe vazhdon të ketë akoma kriminalë që janë shumë të rrezikshëm për shoqërinë. Sidomos pjesëtar të bandave gangs nga Amerika e Jugut, si Tren de Aragua apo M13 të 13. Po, edhe shumë nga këta persona që President Trump apo ICE, Immigration Customs Enforcement, që është nga Departamenti Homeland Security, shumë nga këta persona që janë depërtuar kam precedent penal. Konkretisht unë nuk kam në një numër që të jenë kapur ilegal shqiptar apo... Megjithatë unë kam një numër, është ndoshta nuk kanë ardhur në këtë rrugë, nuk pam që të kishte emigrant shqiptar që të vinin nga jugu nga Meksika kohët e fundit, mund të edhe të ketë pasur, sipas ICE, Shqipëria duhet pranoj 1878 kthime, në cilët janë kapur nga ICE. Po nuk i kanë deportuar akoma. Nuk i kanë deportuar akoma. Po, kjo është numri personave që ICE ka gjetur sipas të dhënave në internet për emigrant shqiptar të hyrë në mënyrë të paligjshme. Po, që për mendimin tim është një numër shumë i vogël në krahasim me numrin që ka në Amerikë. Numrin e emigracionit shqiptar në përgjithësi, pa gati më shumë se gjysma jon, fatkeqësisht jemi larguar nga vetëlindja, e natyrisht ky numër nuk është një numër domethënës. Tani, po ndalemi tek praktika e juaj. Si avokat emigracioni, ju keni dhe detyra tjera si avokat për problematikat ndryshme, por ne po ndalim te ky aspekt. Gjatë kësaj periudha, keni pasur çështje të emigracionit me emigrantët shqiptar, pasi edhe një problem tjetër është vënë në re, dhënia e azilit për shqiptarët është pezulluar. Po. Nuk ekziston më. Mund të elaboroni disi mbi këtë? Po, fatkeqësisht Shqipëria është një vend demokratik, të paktën në syrin e botës, duket si vend demokratik dhe azili nuk njihet si një faktor për shqiptarët që vinë nga Shqipëria, vetëm nëse kanë fakte të forta, qoftë nga ana politike apo janë disa persona nga kanoni lek duka gjeni, disa nga ato njihen, por janë shumë përqindje vogël. Kam patur shumë shqiptar dhe kam akoma klient shqiptar që këto ligjet ekzekutive që kaloi Trumpi i beri që të përshpejtojnë dhe dokumentat ose të futen në proces. Më shumë nga Afrika dhe ndoshta kishin edhe pas dore, po kjo i nxiti ata që futen në proces. Kjo është e mirë si për shqiptarë, por është e mirë dhe për shtetin amerikan.
futja në proces, sepse në atë para i ka mbrojtje ligjore, në qoftë se procesi nuk ka dalë një ligj i fundit për depërtimin e tij. Dhe në atë të dytë është një plus për shtetin amerikan sepse e di se kush është ky person, ku jeton dhe fillon paguan taksa. Është fitim. Në 3-4 muajt e fundit ka pasur një dyndje më të madhe për personat shqiptar për të futur në proces, për aplikime, por një numër akoma më të rritur ka pasur nga Amerikën Latine. Ka edhe puna që neve nuk i mbulojmë dot të këto aplikime, se mjaftoni që të futesh në sistem. Për të blerë kohë. Kjo ishte thjesht blerë e kohë në shumë të rasteve, sepse fakte nuk kishin shumë.